Gaspar, përshëndetje, mirë se vjen në këtë bisedë së bashku rreth një analize të shkurtër për fund sezonin e Vllaznisë dhe asaj çfarë e pret Vllaznin në sezonin e ri duke nisur nga pjesëmarrja në Conference League. Cilat ishin arsyet e dështimit në mos fitimin e trofeve të sezonit? Nga ana sportive ishte një skuadër që në fakt do duhej të kishte të paktën një trofe. Marrja e parë në tërësi, nga fillimi i kampionatit deri tashmë që u mbyll, mund të themi se kemi parë një Vllazni të bukur. Këtë nuk mund ta mohoj askush. Tifozëria shkodrane ka qenë e lumturuar me këtë Vllazni e cila adhuroi spektakël. Edhe pse pati oscilacione, arriti ta mbyll kampionatin e rregullt si kampion e Shqipërisë, por ajo çfarë mori vëmendjen maksimale të dështimit të Vllaznisë është faza finale, ku askush nuk e priste që do të kishim një performancë të tillë, pikërisht me 3 humje njëra pas tjetrës. Dhe e filloi këtë humje, e filloi me Dinamo, pikërisht me atë Dinamo e cila e eliminoi në Kupën e Shqipërisë dhe mund themi që para asaj ndeshje në Loro Buriçi kur Dinamo fitoi dhe eliminoi Vllaznin për kupë, aty filloi edhe problematika e Vllaznisë. Pati një shkëndi rikthimi, optimizmi me atë fitoren e javës së fundit ndaj Flamurtarit, që mori vendin e parë, por duke konstatuar dhe duke vëzhguar prej safërmi 3 ndeshjet me Dinamon, Ignatien dhe me Elbasanin, mund themi që është një dështim. Kjo nuk mund ta lëmë pa e theksuar. Është një sezon i dështuar, pavarësisht se Vllaznia është në Kupat e Europës, është një merit kjo e stafit teknik e klubit Vllaznia, që sistematikisht çdo vit Vllaznia është pjesë e Europës, por tifozëria shkodrane dhe mbar opinioni sportiv shkodran dhe me gjërë është i zgjenjur me këtë performancë. Nuk u fitua Kupa e Shqipërisë dhe sidomos nuk u fitua titulli kampion. Problemet janë nga më të shumta, që ju e kërkuat edhe në fillim të bisedës, por ajo çfarë më tepër është e prekshme, dëmtimet patjetër. Kastrati ka qenë, thuhet edhe për Bismarck, por nuk besoj se Bismarck ka qenë ai që ka peshuar shumë me mungesën e tij, por sidomos mungesa e Kastratit ka bërë dhe diferencën në këtë fazë finale. Por përpos të gjitha kritikave, tashmë duhet theksuar që me këto firmat njëra pas tjetrës që Vllaznia poruan boshtin e saj për vitin e ardhshëm, mund të themi që është diçka pozitive, që Vllaznia atë që nuk e bëri për kampionat, ndoshta mund të kemi dhe besoj se mund të kemi surprizë për Kupat e Europës. Dhe këtë e beson edhe stafi teknik, e beson edhe presidenca me në krye Alban Xhaferin, i cili nuk ka nguruar të nënshkruajë njëri pas tjetrit me boshtin kryesor të skuadrës dhe ndërkohë pritet ndonjë surprizë tjetër për forcimi dhe këtë unë e konsideroj pozitiv, pra rinovimet e shpejta dhe ruajtjen e boshtit dhe kam një besim të plot që Vllaznia do të bëjë mirë në Kupat e Europës. Kur thoni do të bëj mirë, skuadra e ka detyrim kalimin e turit, apo jo, duke qenë se këtë vit merr pjesë si skuadër favorite? Faktikisht në letë kështu mund të thuhet dhe konsiderohet, por Kupat e Europës janë skuadrat e cilët vinë me performanca të ndryshme, pozitive. Natyrisht që objektivi është jo vetëm turi i parë, por kalohet edhe me tej. Kam parasysh sezonin e kaluar, e kam ndjekur skuadrën prej së afërmi dhe me keqardhje them se vetëm një episod i vogël në Reykjavik të Islandës ja mohoi Vllaznisë kualifikimin që kishte në dorë për shkuar me tej në turin e tretë. Pse jo të mos ndodhë në këtë sezon dhe nëse arrihet kjo për të kaluar 2 tura apo diçka më tepër, atëherë gatuhet edhe një Vllazni potente, një Vllazni e fortë për kampionatin e ardhshëm, që shpresojmë që jo më kot presidenti Xhaferi ka ruajtur boshtin, i ka besuar përsëri edhe teknikut Martini, drejtorit sportiv Miroslav Cinanit, të cilët e kanë marrë përsipër t'ja rikthen Vllaznisë titullin kampion. Si e shikon pikërisht këtë pjesë të fundit, pra vetbesimin e stafit teknik, stafit drejtues për 2 vite në fakt, deri në 2028, në konfirmimin e tyre? Unë e shikoj dhe konsideroj shumë pozitiv që presidenti Xhaferi përpos atyre
luhatjeve që kanë qenë gjatë kampionatit, i ka besuar këtij stafi teknik, sepse ky staf teknik ndërtoi këtë skuadër, ky staf teknik nxori në fushë një vllazni me rezultate shumë pozitive, edhe pse nuk u arrit faza finale. Skuadra kjo është dhe skuadra i ka të gjitha mundësitë që të ecë me të dhe jo më kot Xhaferi i ka besuar stafit teknik, i ka besuar pjesës kryesore të skuadrës me rinovime, sepse diçka shikon të kjo skuadër, sepse ndjek prej së afërmi dhe beson që atë që nuk e bëri në kampionat mund dhe duhet ta bëjë në Kupat e Evropës dhe patjetër sezonin e ardhshëm që t'ja plotësoj dëshirën tifozëve shkodran me titullin kampion. Megjithatë, Gaspar, dua të ndalem pak tek Final Four-i. A është një formulë që duhet riparë nga ana e federatës? Kemi parasysh që kjo është një formulë që në përgjithësi favorizon skuadrat e dyta, të treta apo të katërta, apo jo vendin e parë, siç ndodhi edhe në këtë edicion ku vllaznia e vendit të parë e humbi shumë lehtësisht në fakt. Që në momentin e parë kur është miratuar kjo formulë, ka hasur në rezistencë, në reagime, në kritika të ndryshme nga opinioni sportiv, nga specialistë e futbollit, nga media sportive, dhe me sa duket pas shumë debateve dhe kritikave, edhe vetë Federata Shqiptare e Futbollit është e bindur se diçka duhet ndryshuar, dhe këto e ka parlemuar edhe vetë presidenti Duka në një dalje publike të ditëve të fundit, i cili ka lënë të kuptohet dhe ka premtuar se do të ketë një farë ndryshimi në formulën e fazës finale, por jo në atë që publiku e pret, një kërkesë tjetër për të rritur skuadrat nga 10 në skuadrat e superiores, nga 10 në 12 apo në 14, duke dhënë mundësi ndoshta atyre skuadrave që u larguan nga superiorja, kur bëhet fjalë pikërisht për skuadrat e cilet kanë bërë mirë, sidomos Flamurtari dhe Bylesi, por e fundit është që lajmi me fundit i FSHF-s është që formula mund të ndryshoj, por skuadrat mbeten këto do të luhet përsëri me 10 skuadra në superiore. E fundit, Gaspar, sezoni i ri pritet të jetë akoma më interesant, sepse vinë dy skuadra që kanë bërë mirë në të shkuarën. Skënderbeu i traditës, por edhe Laçi shumë i suksesshëm në 2 dekadat e fundit. Duhet jetë një sezon i vështirë, kam përshtypjen, dhe jo i lehtë edhe për vllaznin. Që të dy këto skuadra që ju përmendet si Skënderbeu, që ka një përvojë, sidomos në arenën ndërkombëtare ka kaluar shumë ture, por sidomos Laçi që është dhe komshi i Shkodrës, i gjithë opinioni sportiv duke parë përbërjen e këtij Laçi do të jetë një Laç surprizë, një Laç me djem të ri pasionante, të cilët do të jenë surpriza më e bukur e këtij kampionati. Prandaj në këtë aspekt që edhe ju e bëhet pyetjen, vllaznia patjetër do ta ketë vështirë jo vetëm me skuadrat rivale për titull, por edhe debutuesit që vinë nga kategoria e parë, si Skënderbeu dhe Laçi, do të jenë një kockë fortë për këtë kampionat dhe presim dhe patjetër që do të jetë një superiore fantastike vitin e ardhshëm. Faleminderit, Gaspar.